Një operacion i policisë së shtetit në Rimini, Itali, ka çuar në arrestimin e 2 kushërinjve shqiptar, 25 dhe 27 vjeç, të akuzuar për trafik dhe posedim të kokainës me qëllim shpërndarjeje. Operacioni u realizua si pjesë e intensifikimit të kontrolleve përpara festave të fundvitit. Ngjarja ndodhi të njëjtën pasdite në Via del Pipo, ku agentët e policisë në veshje civile kanë vëzhguar dhe dokumentuar një shitje droge nga njëri prej të dyshuarve ndaj një përdoruesi të drogës. Pas ndalimit të blerësit, i cili u raportua pranë prefekturës, policia arrestoi 2 shpërndarësit në një kontroll të parë në Audi A1, në të cilin udhëtonin të dy dhe u gjetën 40 doza kokainë, kryesisht të vendosura në kutinë e doreve të makinës dhe 50 euro të përfituara nga shitja. Kontrolli i mëvonshëm në banesën e njërit prej të dyshuarve zbuloi më shumë detaje mbi aktivitetin e tyre. Policia sekuestroi edhe 89 doza të tjera kokainë, duke e çuar totalin e drogës të kapur në pothuajse 100 gram. Gjithashtu u konfiskuan peshore, materiale për paketim dhe 940 euro para të gatshme, të dyshuara si të ardhura nga aktiviteti i palishëm. Të 2 kushurinjt u akuzuan për shpërndarje dhe posedim droge dhe u paraqitën për gjykim të shpejtë. Pas një nate në qelinë e sigurisë, gjykata i dënoi me 3 vite burg, por ata u lanë të lirë me detyrim për të paraqitur rregullisht pranë autoriteteve. Avokati i tyre mbrojti rastin gjatë procedurës.